1. Islami, feja jon. Feja është udhëzim, rregull hyjnor, me anë të të cilit udhëzohen njerëzit. Allahu xhaleshanuhu ka komunikuar me njerëzit qysh prej Ademit a.s. si njeriu dhe i dërguari i parë, duke ju dërguar udhëzime përkatëse për nevojat e tyre jetësore. Mirë po, këto udhëzime me kalimin e kohës kanë humbur, janë zbehur apo kanë devijuar. Për këtë arsye, Allahu xhaleshanuhu, kohë pas kohe, ja përsëriti njeriut porositë e veta, varësisht nevojave dhe rrethanave të tij. Njeriu i fundit me të cilin Allahu komunikoi ishte Muhamedi a.s., të cilit i shpalli Kur'anin, porosinë e fundit për tërë njerëzimin deri në fundin e botës. Kjo shpallje është gjithkohore dhe gjithhapësinore. Të gjithë ata që e besojnë këtë fe dhe veprojnë sipas kësaj feje, quhen musliman. Ne i shprehim lavdinë më të sinqert krijuesit ton për çdo gjë që na dhuroi.